Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kush e kishte menduar, soda e bukës bën mrekulli për flokët, ja si ta përdorni. Soda e bukës ofron një sër dobish për shëndetin ton, ndonse janë të shumë persona të cilët nuk i njohin dobitë e saj. Ne do t'ju a prezantojmë në këtë video. Ky produkt natyral favorizon rritjen e flokëve, eliminon zbokthin dhe njëkohësisht i bën ata shumë herë më të fortë. Gjithashtu eliminon acidin në flok, një nga përbërësit kryesor për dobësimin dhe sigurisht për këputjen e tyre. Por si të përgatisni një shampo me sodë? Gjithë çfarë ju duhet është një gotë ujë ku duhet të hidhni 3 lugë sodë buke. Shtoni dhe disa pika nga shampoja juaj e preferuar dhe përzijeni mirë. Por kujdes që të mos të bëni shkum. Me shampon e krijuar, lani flokët mesatarisht 3 herë në javë, por gjatë larjes lëreni të veprojë për 5 minuta. Soda është një produkt i shkëlqyer natyral dhe brenda pak ditësh do të shikoni ndryshim të paparë në flok. A keni hapur ndonjëherë frigoriferin dhe keni menduar, ja, kjo do ta bëj flokun tim të duket më i bukur? Jo, me sa duket duhet i provoni këto maska për flokët tuaj. Ndonjëherë disa ushqime të cilat gjenden në frigoriferin tuaj munden që ta bëjnë flokun tuaj të duket i mahnitshëm brenda 20 minutave. Maska për flokët me mjalt dhe qumësht. Kjo maskë është shumë e thjeshtë dhe e drejtë për drejtë. Gjithçka që ju duhet të bëni është që të përzieni një lugë gjelle me mjalt në një gotë qumësht dhe më pas ta shpërndani atë në flokët tuaj nga rrënjat e majat. Lëreni këtë maskë për 15 minuta dhe shpëlajini kokën me ujë të vakët dhe shampo. Më pas, duke shmangur bletët, ju do të shikoni disa rezultate të mahnitshme në flokët tuaj. Maska për flokët e kremit të arrës së kokosit. Kjo maskë është pak ngjitëse, e ëmbël dhe paksa kohë konsumuese, por gjithashtu ja vlen çdo minutë që ju do të harxhoni me të. Merrni një copë krem arë kokosi dhe ngroheni atë në duart tuaja. Kur ajo të bëhet e butë dhe e përpunueshme, masazhojeni atë tek flokët tuaj. Ngadalë me kujdes mblidheni flokët tuaj me një peshqir të ngrohtë dhe lëreni maskën në flokët tuaj për 1 orë. Më pas, shpëlajini flokët me një shampo të butë dhe lëreni ato të thahen si zakonisht. Maskë për flokët me banane dhe bajame. Bananet dhe bajamet janë shumë të mira për flokët tuaj, ja se çfarë duhet të bëni. Merrni një banane dhe bëjeni pure. Më pas shtojeni rreth 3 pika vaj bajamesh shpikjeje sentimentale. Përzijeni mirë dhe masazhoni përzierjen në flok. Lëreni të qëndrojë për rreth 25 minuta dhe më pas lajini flokët tuaj. Kaq e thjeshtë është. Maskë për flokët me lule shtrydhe. Lule shtrydhe tashmë nuk janë vetëm për t'u ngrënë. Merrni një filxhan me lule shtrydhe, sa më të buta e të pjekura të jenë, aq më mirë. Një të bardhë vezë dhe 2 lugë gjelle vaj ulliri. Përzijeni bashkë këto derisa lule shtrydhe të ngjajnë më shumë si lëng se sa si copa të ngurta. Shpërndajeni përzierjen në flokët tuaj dhe lëreni maskën për 20 minuta. Më pas, shpëlajni dhe lajni flokët me një shampo të lehtë. Maskë për flokët me avokado dhe majonezë. Majoneza dhe avokado janë me të vërtetë shumë të mirë për flokët tuaj. Ja çfarë duhet të bëni. Merrni një kavanos plot me majonezë dhe një avokado të bërë pure. Përzijeni mirë dhe aplikojeni në flokët tuaj. Kushtojini vëmendje të veçantë rrënjëve të flokëve dhe pas 20 minutash shpëlajini flokun tuaj me ujë të ftohtë. Ju do të shikoni me njëherë ndryshimin. Maska për flokët me vaj ulliri dhe lëng limoni. Nëse ju keni një lëkurë koke të thatë, atëherë kjo është maska e duhur për ju.
Maska që ju duhet të bëni është që të përzjeni 2 lugë gjelle lëng limoni, 2 lugë gjelle vaj ulliri dhe 2 lugë gjelle ujë. Menjëherë pas kësaj masazhojeni maskën në lëkurën e kokës tuaj me flokë të lagur. Lëreni përzierjen të qëndrojë për 20 minuta dhe më pas lajini flokët tuaj si rregullisht. Kjo maskë mundet që të aplikohet në flokët tuaj një herë në 2 javë. Maska për flokët me mjaltë dhe vaj ulliri. Mjalti është jo vetëm i shijshëm, por ai njëkohësisht mundet që ta ndihmoj flokun tuaj të thatë dhe të dëmtuar nga dielli. Gjithçka që ju duhet të bëni është që të hidhni gjysmë filxhani mjalt në flokë të pastër dhe të lagur dhe ta lini atë të qëndrojë në flokët tuaj për 20 minuta përpara se ta pastroni me ujë të ngrohtë. Nëse floku juaj është një rast ekstrem për ta bërë këtë edhe më të lehtë, ju gjithashtu mund të provoni të përzjeni mjaltin me 1 deri në 2 lugë gjelle me një përbërës plot me vitamina si avokado apo e bardha e vezës. Kjo do t'ju ndihmojë ju që të rimbushni lidhjet që sulmohen nga rrezet ultraviolet. Kjo maskë mund të përdoret një herë në muaj. Maskë për flokët me birë. Nëse floku juaj është i hollë dhe i dobët këputet lehtë, bira është zgjidhja. Thjesht përzjeni gjysmë filxhani bire të butë me 1 lugë vaj lule dielli dhe 1 të bardhë veze. Aplikojeni maskën në flokun tuaj të pastër dhe të lagët dhe lëreni atë për 15 minuta. Pas 15 minutave shpëlajeni përzierjen me ujë të ftohtë. Kjo maskë mund të bëhet një herë në 2 javë. Maska për flokët me vezë dhe qumësht. Në varësi të gjatësisë dhe volumit të flokëve tuaj, vendoseni ju nëse dëshironi 1 apo 2 vezë. Më pas, ndani të bardhën nga e verdha e vezës. Rrijini të bardhat e vezës të përziera me 1 filxhan qumësht dhe 2 lugë gjelle vaj ulliri. Pas kësaj, shtojini pak limon të shtrydhur dhe masazhojeni në kokën tuaj nga rrënjat deri tek majat. Mbulojeni kokën tuaj me një qeskë dushi për të shmangur rrjedhjen e ndonjë pike të përzierjes dhe lëreni maskën për të paktën 15 minuta. Kur ta shpëlani maskën, siguroni që të përdorni ujë të vakët ose të ftohtë për të marrë rezultatet më të mira. Shumë prej vajzave dhe grave e gjen veten gojë hapur dhe ëndërrimtare para reklamave të bukura me flokë të dendur dhe voluminoz. Mirë, po tashmë është koha që ju t'i keni të tillë. Një maskë që ju duhet për flokët e thatë janë 2 të verdha vezësh dhe 1 lugë gjelle me vaj ulliri. Lyeni të gjithë flokun dhe mbajini maskën për 20 minuta. Më pas lajini me ujë të ftohtë dhe aplikoni zbutës. Maska duhet përdorur 1 deri në 2 herë në javë. Floku juaj do të jetë i butë ndërsa skalpi do të marrë të gjithë ushqyesit e nevojshëm. Maska për flokë të yndyrshëm. Për këtë maskë mund të përdorni të bardhat e 2 vezëve dhe sipas dëshirës 1 lugë gjelle me vaj ulliri. Përzjeni së bashku dhe lyeni flokun. Maska duhet trajtuar për 20 minuta dhe më pas floku duhet larë me ujë të freskët. Kjo maskë u jep flokëve volum dhe i zbut ato. Maskë për rritjen e flokut. Përzjeni të bardhat e 2 vezëve me 2 lugë gjelle, gjel të aloe verës. Maskën mbajini në flok për deri në 60 minuta. Më pas, flokun lajni me ujë të nxehtë. Maskë me vezë dhe banane. Fusni në mikser bananen, shtoni një vezë të plot dhe pak vaj ulliri dhe përzjeni derisa të përfitoni një maskë kremoze. Aplikojeni maskën në rrënjë dhe gjatësinë e flokut dhe mbajini për 15 minuta. Lajni me ujë të freskët. Kjo është një maskë tërësisht perfekte për flokë të thatë dhe ata të cilët duan volum. Maska me lëng qepe dhe vezë. Për këtë maskë nevojitet 1 lugë gjelle me lëng qepe dhe 2 vezë të plota. Përzini së bashku maskën dhe mbajini atë për 30 minuta. Lëngu i qepës do të ndihmojë në rritjen e flokut dhe për prodhimin e kolagjenit.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.